Shkëndia bëri një hap prapa në betejën për titullin kampion. Në Tetov, Pelisteri mbasi shfrytëzoi ditën e keqe të tetovarëve dhe kthehet me 3 pikë në Manastir. Padyshim se suksesit të Pelisterit më së shumti i gëzojnë tifozët e Vardarit, duke marrë parasysh rivalitetin mes dy skuadrave për titullin kampion. Ndryshe në ndeshjen e sotme në Tetov, të parët avancuan mysafirët me golin e Spirovskit në minutën e 37, kurse barazoi Besart Ibrahimi në minutën e 43. Vlen të përmendet se Ibrahimi golin e tij të sotëm ja kushtoi bashkëlojtarit Reshat Ramadani, i cili psoi një dëmtim të rëndë në ndeshjen me përfaqësuesen e Maqedonisë së Veriut në Irlandë. Kur pritej që Shkëndia në pjesën e dytë të tregojë në vepar cilësinë dhe dominimin, krahas shumë rasteve, në minutat shtesë të ndeshjes Pelisteri përmes Kerimit shënoi edhe golin e dytë dhe të fitores në Tetov. Pavarësisht humbjes, do të vazhdoj betejë për titullin kampion, pasi edhe rezultati i ndeshjes së sotme në Tetov, por edhe fitoria e Arsimit ndaj Vardarit, dëshmojnë se sa e paparashikueshme është liga e parë e futbollit. Gjithashtu, edhe lufta për ekzistencë ka për të qenë mjaft dinamike, me çka priten edhe ndeshje interesante dhe vendimtare deri në fund të kampionatit.